Anis Mehmeti ndonë se mbetet larg listave të trajnerit Silvinho, është një nga emrat më të lakuar në kategorinë e dytë angleze. Loja dhe golet e tij kanë ndihmuar Bristolin të jetë në garë për një vend në zonën e play-offit, ku pak kush e mendonte se do të ishte në këtë pikë të sezonit. Por me mbylljen e këtij edicioni, sido që të jetë, për ansorin e sulmit shqiptar dhe për klubin do të vijë një moment vendimtar. Mehmeti do të nisë vitin e fundit të kontratës së tij në Bristolin dhe i duhet të marrë vendimin nëse do të rinovojë apo nëse do të largohet nga kjo skuadër e cila kërkon të luajë shanset për gjitjen për herë të parë në histori në Premier League. Ish futbollisti anglez David Bruton, i cili aktualisht është një opinionist sportiv, ka theksuar se çdo gjë është në varësi të Mehmetit, pasi me formën që po kalon dhe interesimin që ka për të, është e sigurt se do të ketë ardhmë në futbollin e rëndësishëm, sido që të vendosë. Anis Mehmeti bëri lëvizjen të Bristoli që ishte fantastike dhe tashmë po tregon frytet me 12 gola të shënuar në Championship në këtë sezon. Ai është 24 vjeçar dhe mund të shkojë drejt fundit të kontratës. Mendoj se po zhvillohet mirë në drejtimin e Manning, mund të shihet se po arkëtohet me futbollin që po luan. Bristoli ka një mundësi të shkojë në 6 çën e parë dhe kjo situatë mund të ndikojë. Por të krijohet ndjesia se duke parë aftësitë të qasjen e Mehmetit, topi është qartësisht në fushën e tij dhe kjo i jep më shumë fuqi vendimi, shpjegoi ish futbollisti anglez situatën e ansorit të sulmit.